që sot po zhvilloni në mes të Kisheshi përpara kryeministrisë. Unë ftoj gjithë shqiptarët, kudo që janë, në të gjithë skajt e vendit, t'i bashkohen kësaj proteste madhështore, edhe t'i thonë kësaj qeverisë që të mbrapsht, që ne jemi këtu, që ne do ta ndryshojmë këtë vend, se ju jeni ardhma student, ju keni përgjegjësi për ta ndryshuar Shqipërinë. Shqipëria është e jona, ja e kriminalistëve të korruptuar, ja e njerëzve të pangërgjeshëm, ja e të pabindurve, ja atyre që duan të vajnë Shqipërinë në dhunë dhe në terror. Shqipëria i përket kombit shqiptar, shqiptarëve, ju student, jeni e tashmja edhe e ardhmja. Prandaj Shqipëria pret për ju të merrni patin e këtij kombit tuaj, dhe ta drejtoni këtë tokë drejt lirive dhe drejt progresit, drejt demokracisë që kanë gjithë popujt e Europës rreth e përqarkëve.